Ashtu si edhe në vitin e kaluar, Bashkia e Peqinit vijon investimet në sektorin e shëndetësisë edhe gjatë këtij viti, pas përfundimit të punimeve për rikonstruksionin e plotë të 2 godinave, asaj të urgjencës dhe spitalit ditor, si dhe të njësisë vendore të kujdesit shëndetësor, aktualisht po punohet edhe për ngritjen e një qendre komunitare për fëmijët me nevoja të veçanta. Qani Saraçi, teknik ndërtimi në një me curinë e punimeve. Atëherë siç e shikoni, ne kemi përfunduar 2 seksionet e para, që është urgjenca dhe spitali ditor i Peqinit. Besoj punimet i ka brenda, këto janë kryer punime dhe janë fund funksion. Po kështu këshoja vendore e qytetit dhe kjo është në funksion dhe po vazhdon pjesa tjetër për spitalin, për qendrën me aftësi të kufizuar, për fëmijët me aftësi të kufizuar, që është në rikonstruksion e sipër. Rikonstruksioni mendohet të përfundojë vetë muaj qershor. Pas projektit, kjo qendër komunitare pritet të përfundojë dhe të jetë gati për përdorim në muajin qershor të këtij viti.